tashmë zyrtarisht jemi në pjesën e tretë të emisionit të Djela Vlen, ku bashkangjiten edhe Nora e Anita me rubrikat e tyre Influencë dhe në Flix. Kështu që më të rejat në fakt nga kinematografia dhe nga moda, i ndjekim nga dy bashkë prezentueset e mia, që janë Nora edhe Anita. Kështu që, s'kena për to. Art Without Limit ka mbyllur edicionin e 5 me radhë për gjatë 3 ditëve veç filmave me karakter garues. Në kuadër të këtij festivali pati edhe masterclass dhe diskutime që në fokus ishte kinematografia dhe thyrja e kufizimeve përmes artit. Ceremonia e përmbylljes së këtij edicioni u mbajt me 3 dhjetor me rastin e ditës ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuara. Mbrëmje kjo që ishte një moment reflektimi dhe kremtimi i fuqisë së artit për të promovuar përfshirjen dhe ndërgjegjësimin, duke nderuar historitë dhe talentët që sfidojnë kufit. Est-ce que tu y crois? Je ne sais. Pas 3 ditësh shfaqje filmash e aktivitete të ndryshme, festivali ndërkombëtar Art Without Limit përfundoi suksesshëm edicionin e 5 me radhë. Në natën finale, përveç filmbërësve, morën pjesë edhe personalitetet të njohura nga politika e diplomacia. Ngjarja kulmoi me ceremoninë e ndarjes së çmimeve, ku juria profesionale zodhi 9 prej tyre si më të mirët, të cilët ishin pjesë e 8 kategorive. Me punë e dëshmon dora dhe nënja e tij në botën e vet të artit dhe ka marrë pjesë edhe në ankan dhe bamirësie. E një nga momentet më të veçanta ishte shfaqja e dokumentarit të piktorit Akil Dashevci, piktorit që pavarësisht sëmundjes nuk i mungon aftësia dhe talenti për pikturën. Që dua t'ja përcjelli të gjithë. E emocionuar për këtë projekt u shfaq nëna e tij. Në emër të Akilit dhe familjes së Akilit, një falënderim i veçantë i shkon në festival, edicionin e 5 të festivalit të filmit Art Without Limit, për këtë mbështetje që ju dedikohet personave të krijuar në mënyrën më të bukur, më të mirë dhe më të veçantë. Më lejoni ta them një thënie profetike, ta citoj, ku thuhet vlerësoni dhe mos vështërsoni, përgëzojni dhe mos shkaktoni në veri. Ju faleminderit. Drejtoresha ekzekutive e Art Without Limit, Ganimete Sava, na foli për rëndësinë e këtij eventi. Duke pas parasysh se në Kosovë ka shumë persona me aftësi të kufizuar edhe organizata, gjithashtu edhe organizatat e tjera kulturore, artist, aktivist, shoqërisë civile dhe në përgjithësi e kam vizituar shumë festivalin tonë, kam pa filma, gjithashtu kanë qenë pjesë aktiviteteve të ndryshme, siç ka qenë masterclass, paneli diskutimit për fuqizimin e gruas, Art Without Limit Kids, që është një pjesë shumë e bukur që kemi pasur rreth 400 fëmijë të SOS-fshatit dhe të shkollës Smaj Qemali. Dhe gjithashtu kemi pasur Vienna Shots, një program special nga një festival shumë i madh i Austrisë, gjithashtu nga Europe House, një festival më i madh që është European Film Festival, i cili ka qenë pjesë e aktiviteteve tona me disa filma jashtë konkurrencës si Spotlight. Derisa drejtori artistik i festivalit, Burim Haliti, tha se edhe këtë vit festivali pati fuqinë të përcjellë përmes artit mesazhe të fuqishme. Nuk kemi
mund dalë të ba video motivuese çdo vit. Do të mundohemi që eksplorojmë atë gjejmë personat që kanë bërë të arrituna që nuk janë pak në Kosovë, në Shqipëni edhe do të fillojmë edhe më gjatë. Ndryshe, Art Without Limit ka në fokus projektet filmike përmes të cilave kërkohet ndërgjegjësimi dhe solidarizimi me një komunitet që është lënë pasdore, por që talenti dhe dashuria kalojnë kufit. Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara në Shtëpinë e Kulturës në Obiliq, u dha premiera e filmit Will You Marry Me, me regji të Alban Makolli. Ky film trajton temën e një dashurie pa kushte, duke eksploruar sfidat dhe emocionet që shoqërojnë marrëdhënie të tilla. Projekt i cili ofron një mundësi për të thelluar në kuptimin e kësaj teme dhe për të diskutuar mesazhet që përcjell. E ndjekim bashkë materialin për të kuptuar më shumë rreth historisë dhe ndikimit të tij. Historia e dashurisë së një vajze me një djalë në karrocë është ekranizuar në filmin e metrazhit të shkurtër të titulluar Will You Marry Me, premiera e të cilit u dha në ditën botërore të personave me aftësi të kufizuara në Shtëpinë e Kulturës në Obiliq. Regjisori i këtij projekti, Alban Makolli, duke folur për ngjarjen që zhvillohet në film, theksoi rëndësinë e përfshirjes dhe ndjeshmërisë ndaj një kategorie mjaft të ndjeshme. Qa kom dashur me thonë si regjisori këtij filmi është që na njerëzit normal kemi nevojë për me u hospitalizu, për me shku te mjeku. Se njerëzit në karroca nuk kanë nevojë me shku te mjeku, ata janë njerëz normal. Na që konsiderojmë veten si normal, na nuk jena normal. E po, filmi flet qysh një nanë shqiptare e ka shumë të vështirë me pranu që qika të sajna kalon me një djalë me aftësi të kufizuar. Kuptohet është happy end, fonda e pranon, e bekon këtë martesë, po e bekon me shumë dyshime, me shumë pikpyetje, gjë cila si shkondash me ekzistu. Se njerëzit në karrocë janë si ne, kur gjë nuk ndryshojmë. Këto tema janë shumë qëllume. Unë këtë film e kom pas gati pej marsit, po e kom rujt pikërisht që ditë, se është dita ndërkombëtare e thetin fillim e personave me aftësi të kufizuar, edhe mendoj që sa më shumë filma, sa më shumë sene që të bojnë artistat për me sensibilizu opinionin e gjanë, edhe masën që m'ja u hekën komplekset, m'ja u hek perdët pej syve, që mos mi pa këta njerëz me dhimbje, mos mi pa këta njerëz me dyshim, mos mi pa këta njerëz me mosbesim. E thash edhe një herë, këta janë si na jena si këta. Çu shepret këtë film që do të ketë vazhdimsi? Unë e pres këtë film me rrugtu në për festivale, ka shumë festivale që mirën me këtë kategori të filmit, dhe me thonë filma që janë për sensibilizimin e opinionit gjanë. Ky problem kudo në Ballkan, nuk e kena veç na këtu në Kosovë, në fakt edhe në përbotë është i spërfaqur, mu me thonë që në Amerikë është ma okej edhe në Evropë, po për ndryshe këta njerëz kanë probleme kudo që jetojnë. Po unë si kosovar, mënona me sensibilizu kosovarët e mi, ata tjerë le të menojnë për popullin e vetë. Derisa aktoria Verona Mirina tha se përvoja e saj në film i dha një ndjesi të veçantë, po aq sa përgjegjësi të madhe. Muj me thonë se u ka një ndër eksperiencat e mia më të veçanta. Une procesin e kom shiju shumë, jom kënaq shumë, e kom pas fatin me punu me një ekip tepër të mirë, po besoj që edhe ata njëjtë, po të njëjtën kohë po besoj që e kemi përcjell këtë energji të mirë edhe tek publiku. Sa mendoni që kjo temë ka qenë një temë e ndjeshme dhe si e keni përjetuar ju si artista këtë film ose rolin tuaj?
Unë thash edhe më herët që esenca dhe krejt qëllimi i kësaj dhe mënyra e lojës tem u konë vish me bo publikun me uni mirë ata që kanë ardhur me na pa, u konë një temë shumë e ndihshme, po besoj që u konë njëjtën kohë edhe një temë shumë e rëndësishme për me u cekë edhe me u vidisu publiku. Sa mendoni ndoshta edhe po shihet që shumë njerëz kanë ardhur me pa, edhe sa mendoni që është ndoshta ky vlerësim i punës tuaj? Po, publiku po flet vetë, kështu që po besoj që e kemi arrit që ato që ka kemi dashur, në fakt Albani ma shumë, në këtë rast edhe e përshëndes edhe falenderoj shumë, se unë me Albani një prekur i konë, unë më fakur më konë e vogël, edhe më ka premtu që ka me marrë pjesë në filmin e tij të parë, edhe kam bajt premtimin, kështu që... Pjesë e këtij filmi janë dhe aktorët Oltjan Budakova, Anisa Ismaili dhe Gjevdet Doda, ndërsa ky projekt pritet të jetë pjesë e festivaleve të ndryshme. Moda e printimeve mbetet një prej tendencave më të dashura dhe kreative në botën e stilit. Nga modelet e guximshme me motive geometrike deri tek ato delikate apo me linja abstrakte. Veshjet me print janë rikthyer sërish këtë vit për të dominuar garderobat. Ky stil jo vetëm që sjell gjallëri dhe energji, por gjithashtu ofron mundësi për të shprehur personalitetin përmes kombinimeve të veçanta. Nëse dëshiron të përqafosh një stil modern dhe të ndihesh unik, printet janë zgjedhja ideale edhe në sezonin e dimrit. Prej pasarelave të modës e deri tek rrugët e qyteteve, këto dizajne vazhdojnë të janë një simbol i lirisë krijuese dhe guximit stilistik. Eksperimentimi në tekstile luaj një rol të rëndësishëm në trendet e modës, ku çdo ditë kjo botë sjell risi. Tani më shumë se kur, printet janë rikthyer në një element të domosdoshëm për çdo garderobë, duke ofruar mundësi të pafundme për shprehje personale dhe stil unik. Aktualisht, shumë dizajnatorë dhe marka të njohura po i integrojnë printet në koleksionet e tyre, duke i dhënë një pamje të freskët dhe dinamike. Në përgjithësi, ato ofrojnë mundësi të pafundme për të shprehur dhe për të krijuar veshje që dalin në pa, duke qenë edhe një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar karakter dhe stil. Megjithatë, ne do të fokusohemi tek 3 printet që po bëjnë namin, përveç leopardit, që tashmë është senzacion. Ka dhe lloje të tjera nga lëkura e kafshëve që do t'ju bëjnë të dukeni edhe më me shumë stil. Materiali nga zebra është si një pikturë e natyrës që merr jetë në modë. Vijat e zeza dhe të bardha krijojnë një kontrast të mrekullueshëm, duke e bërë çdo copë të duket si një vepër arti. Kjo veshje cilësohet për të shprehur guximin dhe individualitetin. Është si një thirrje për të qenë unik dhe për të dalë në sipërfaqe në një botë ku të gjithë duan të jenë të njëjtë. Pavarësisht nëse është një fustan elegant apo një aksesor i vogël, ky stil sjell një ndjenjë dinamike dhe të freskët në çdo pamje. Për më tepër, ka këtë aftësi magjike për të transformuar një pamje të zakonshme në diçka të paharrueshme. Kështu ky lloj printi mund të kombinohet me ngjyrën më të përfolur të këtij viti, atë vishnje. Printi i gjarprinjve është një nga stilet më të njohura dhe të përdorura në modë. Ai ka një estetik të veçantë që sjell një ndjenjë misterioze dhe të egër, ku përfaqëson forcën, guximin dhe natyrshmërinë. Mund të përdoret në shumë mënyra, nga fustane elegante deri tek çantët dhe këpucat, duke i dhënë çdo pamjeje një karakter të veçantë.
Përveç estetikës, ky material ka një histori simbolike në shumë kultura, duke u lidhë me rinovimin dhe transformimin. Pra nëse dëshiron të shprehësh një anë më të egër dhe të guximshme të stilit tënd, printi gjarprinjeve është një zgjedhje shkëlqyer. E fundit nga radhitja, por jo edhe nga rëndësia, do ju duket disi jo e besueshme, por printi me lëkurë lope po del të jetë më i kërkuari, tashmë së fundi në të gjitha veshjat, duke filluar nga palltot e deri te këpucat. Modeli mund të duket i guximshëm ose i vështirë për stilin. Paleta e tij neutrale e ngjyrave të toneve kafe dhe të bardhë dhe dizajnimi i relaksuar e bëjnë shumë më të lehtë eksperimentimin nga se mund të keni imagjinuar. Ky printim ka evoluar për të ofruar një dizajn të freskët, që ndihet edhe emocionues dhe argëtues për vitin 2024. Më pak i zakonshëm se homologu i tij Leopard, që ka dalë edhe pak jashtë stilit. Printimi bazuar në lëkurën e lopës nuk ka arritur kurrë të njëjtin nivel tërheqës masiv, që do të thotë se trendi vetëm sa ka filluar. Alisa Kito është një dizenatore e talentuar që ka bërë emër në botën e punimeve të dorës, duke kombinuar mjeshtërinë tradicionale me kreativitetin modern. Me një pasion të rënjosur thellë në familje, ajo ka trashëguar këtë zanat të çmuar nga nëna dhe gjyshja e saj, duke e transformuar në një formë arti që pasqyron elegancën dhe autenticitetin. Përmes punimeve të saj unike, Alisa ruan trashëgimin kulturore, ndërsa përshtatet teknika tradicionale me kërkesat e kohës së sotme. Çdo krijim i saj është një histori e endur me dashuri, kujdes dhe ndjenjë respekti për traditën. Alisa Kito nga Prizreni, punën e dorës e ka trashëguar nga nëna dhe gjyshja e saj, duke mbajtur kështu gjallë traditën familjare, por njëkohësisht duke e modernizuar atë për të përshtatur kohës moderne. Gjithmonë kam pas interes për këtë punë, fakt shumë kohë e gjatë jam të punu, por si biznis në kohën e pandemisë fillova me punu. Ka pas edhe gjyshja edhe nana gjithë kanë pas ndorë diçka të punu, edhe unë si ata jam duke vazhduar këtë punë. Mu dogë diçka e vlefshme. Pundore është zakonisht një artë, nuk është diçka që mundesh me ble në për lokale. Për shembull, dhe mu ndjek edhe shumë rahatshme, që të sona vjen shumë kënaqësi kur punoj diçka, realizoj diçka prej fillimit, ashtu që mendoj edhe shumë aty t'jemi vazhdo këtë punë. Alisa thot se gjithçka ishte si një udhëtim i ngadalshëm deri tek arritja e qëllimeve. Fillimi sfidat nga një i kum pas shumë për mësimi e teknikave të punimeve, furnizimin i materialeve edhe në prodhimi i produktit. Ato i pata sfidat më të vështira. Produkti i parë im është një pasqyrë dekoruese prej peni makrom që punohet, edhe ato e pata porosin e parë edhe ka vendin shumë e veçantë për mu. Kur përfundova e mora një lajm shumë i mirë nga klientës që ishte shumë i kënaqur dhe ajo ishte shumë një motivim i mirë për mu që jam duke vazhduar këtë punë. Fillim, normal, si se cili punë nuk din shumë teknika tani, po ndërkohë mos kalimit e disa viteve, je tu provu produktet e reja, teknikat e reja, pejt të ndryshme naturale, edhe teknikat po ndryshohet, stili po ndryshohet, qështu. Kur kam fillun me punu, kum pas shumë ma pak vlerësim, por tani tu punu disa vjetë, normal që edhe vlerësimi po bëhet ma i madh, për në të ardhmen i kam plan me hap një lokal, arsyeja është se klientat janë të kërku me pa produktet në vend, shpresoj që do t'i hapi një lokal së shpejt. Ani pse nën e përkushtuar, ajo gjen kohën edhe për zanatin që ka zgjedhur.
Dekori ka qenë shumë i madh edhe më kanë pas nevojë që posta nuk ka pranu mi dërgu, po më në fund i kum krye edhe porosin edhe krejt edhe kish dalë shumë e kënaqshme. Ajo e kum pas punën pak ma vështirë që ato. Jam lidhur dikun 10 vjet, kështu që punoj me qef, me gjithçysh me teknikat, me sene po online, punoj fakt një 5-6 vit. Qatë moment që ri me pi kafën, gjithi kam ndorë pundore. Në me thënë, nuk ka asë një minut që muj me nejt pa bo kur gjo. Muj 2-3 cent më renda ditës mi kry. Pak ato, pak to për mi realizu, po me nejt pa pun, nuk muj. Inspirimin e kam prej vetës. Është diçka të kënaqshme mi kënaq njerës, mi kënaq bebat, me shoh që i kanë kënaqësi të bukur me produktet tona. Pundore është e vështirë. Se është e komplikune. Si cili fillim është normal e vështirë, po duhen me pas ndurim, me pas vullnet, me pas vetbesim që mas një kohë të punu edhe shpërblehen. Krijimet e saj janë reflektimi i pasionit dhe përkushtimit, duke sjellë një ofrim të re në botën artizanale. Me shumë kënaqësi punoj punimet me makrome, që i kum fillu me fillimisht, po punimet e tipijave të dekoruese dhe shumë kam kënaqësi batanije për beba kur i punoj. Për kohë duhet shumë, posaçërisht na që jena nana, paraprakisht i kena edhe obligimet tjera, duhemi mu marrë edhe me fëmijët, mi kry obligimet, po edhe kur kena porosi, i angazhojmë edhe kohën, edhe krejt senet për mi kry edhe klientave dëshirat, edhe fëmijëve, edhe që ashtu angazhohemi për kohë. Është maksimum që e merë kohë një muj, për shembull shkon të një tepi dekoruese, se është 100% me pundore, edhe ta merë shumë kohë për me kry, edhe kam një dekor të muri që ka qenë 1 metër e madhë, edhe ajo më ka marrë kohë dikun 3 javë mi kry. Ato e pata punat që ma shumë kohë më kanë marrë. Ndërsa këto tjerat për ma shpejt e kryen. Ajo është shumë emocionale, është për motivim për me vazhdu punën, po para se me pranu klienta, derisa shkon të klienta është shumë një stres i madh. Po kur pranon, kur ta dërgon mesazhin se është shumë i kënaqur, për ato ja vlen gjithçka. Punën e saj e ndon edhe me të tjerat, përmes rrjeteve sociale, një dritare kjo që e ofron më shumë te klientët. Teknologjia për mu më ka ndihmu shumë nga ana pozitiv. Edhe për më mësu teknikat e punimeve, dekorve ose batanijet, ose se cili pun, edhe për me furnizu pejt, është tash me teknologji shumë ma let, edhe mi bërë shitje është shumë ma let se me pas një lokal, normal që online shumë ma shumë po kena shitje. Nuk kum pas që ashtu na ide, po i kum pas vështirë që pata mi kry shumë obligimet për familjaret, por kum nejt ta natën edhe mos mi kthy klientat. Mi kthy edhe porosit e tine, mi kry krejt, mi del punimi qysh më pëlqen mu, e le të pëlqen edhe tjera. Suksesi i saj është një inspirim për të gjithë ata që duan të arrijnë synimet me punë dhe pasion. Anita Muji është një studente e talentuar në kolegjin AAB në fushën e dizajnit. Ajo është një krijuese e veçantë e cila ka treguar një potencial të jashtëzakonshëm në punimet e saj. Puna e Anitës është e karakterizuar nga një mjeshtëri e veçantë, duke bërë atë të dalluar. Krijimet e saj reflektojnë një ndjesi të fortë individualiteti dhe kreativiteti, një shembull frymëzimi për të tjerët që ndjekin ëndrat e tyre në botën e dizajnit. Me një pasion të thellë për artin dhe një vizion të qartë, Anita është padyshim një emër që do ta dëgjojmë më shpesh në të ardhmen.
rubrikën Influencë ta vazhdojmë me Anita Muji, e cila është studente në Kolegjin AB në fushën e dizajnit, ku ka ardhur na fol më shumë për krijimet e saj unike, të cilat ajo i krijon. Përshëndetje Anita. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Pikësparja unë du me nisë nga erdhi dëshira dhe pasioni për të zgjedhur ndoshta fushën e dizajnit. Dashuria dhe pasioni për dizajnin e modës ka fillu që në fëmijëri, kur unë si e vogël kam pas dëshirë të eksperimentoj me veshje, po ashtu të bëj krijime të bukura me anë të formave, ngjyrave dhe materialeve. Mandej me kalimin e kohës, gjatë viteve të shkollës e kam kuptuar që moda është një mënyrë për me shpreh identitetin personal edhe ndjesitë e mia. Kjo dëshirë dhe ky pasion më ka shtyçuar me vazhdu me studiu dizajnin e modës edhe mi zhvillu aftësitë e mia profesionale. Moda, si që dim, për mu nuk është thjesht një industri, moda është diçka, një art në vete, është një krem, është një lloj komunikimit që mu më frymëzon me sjell diçka të mirë për të tjerët. A unë dërgën ndoshta është pak, ndoshta e mban mend krijimin tënd të parë që e ke realizu, edhe në çfarë moshe ke qenë? Po, kam qenë moshën 15-16 vjeçare, ku kam fillu kursin tem të parë për dizajnin e modës. Aty kanë qenë krijimet e mia të para. Në atë kurs kam fillu bazat kryesore duke fillu prej xhepit, mandej kam kalu te vendosja patentit, më pas kam mësuar bazat kryesore që janë prej fundave, kompletave, korsetave, fustanave deri tek veshjet më ekstravagante që janë. A më tregon çka të frymëzon të krijosh krijimet e juaja? Gjatë kohës kur unë punoj, muzika është seni i parë që mu më ndihmon me mendu edhe më ndihmon shumë mu fokusu në punën që unë e bëj. Domethënë pa muzikë nuk ka mundësi që unë me fillu punën me bo. Mandej janë trendet e kohës ku unë e bazon anë to, po normal gjithmonë tu e kriju një stil temin që është originali diçka e jemja. A ka qenë ndoshta e vështirë me përcaktu një lloj stili që po don me vazhdu krijimet e juaja? Jo, nuk ka qenë vështirë. Prej fillimit stili që mu më pëlqen është street style, edhe gjithmonë vazhdoj që me bo gjatë kohës studimeve, po ashtu edhe në të ardhmen, me bo veshje që janë sa më të rehatshme, veshje të përditshme, edhe veshje praktike për çdo gjini edhe për çdo lloj moshe. Vetëm se domethënë në brandin tam Anita Muji. Cilat kanë qenë ndoshta sfidat më të mëdha kur e ke gjetë këtë profesion, ndoshta qoftë në qepjen e krijimeve të juaja, mirë po edhe disa sfida të tjera që ke hasur në to? Po mendoj sfida më e madhe ka qenë menaxhimi i kohës, ku unë në moshën 3, para 2 viteve kam hapur edhe biznesin tim, po në njërin anë i kam vazhdu studimet e mia në Kolegjin AB, edhe ka qenë problem që unë me një anë më mirë me klientat e me porosijat që u dash mi përfundu kohë, po në anë tjetër nuk më dash edhe provimet apo studimet me më shku me një kohë gjatë, kom dash më kohë në kohë caktume. Kjo ka qenë sfida jam më e madhe, po falë për kushtimit tem të punës edhe dashurinë që e kam për këtë punë, gjithçka ka qenë rregull dhe ja kam dalë. Si një vajzë e re, edhe pasi që ke hapë edhe lokalin tënd për punët e tua, kush ka qenë ndoshta mbështetja më e madhe që e ke pas prej dikujt, që pasi që është e vështirë në këtë moshë me pas një dyqan edhe gjitha këto? Familja jeme, mami ka qenë personi i parë që më ka shtyr që unë me vazhdu, jo për dizajnin, po gjithmonë më ka nxit që unë dona me pas një punë, dona me pas një të ardhmen teme, edhe me siguru të ardhmen teme për një punë. Mandej babi ka qenë ai që çdo dëshirë teme e ka plotsu, edhe falë familjes kom arrit këto ku jam. Si ndihesh me gjitha këto arritjet në këtë moshë kaq të re, pasi që ende je në studime në vitin e 3? Është një emocion shumë i mirë ku në këtë moshë veshjet e mia pëlqejnë shumë, po ashtu ka pas edhe shumë raste kur njerëzit më kanë dalë në rrugë dhe më kanë pyet se ku e ke marrë këtë veshje, se shumicën e kohës veshjet e mia i dizajnoj vet, edhe është një emocion shumë i mirë ku njerëzit e pëlqejnë punën time dhe kjo punë vlerësohet.
Padyshim që ju krijoni ndoshta edhe veshje për veten e juaj, po në rast se bleni diçka, a e mendon që muj me bë edhe diçka tjetër me këtë pjesë edhe i ndryshon veshjet? Jo, kam dëshirë që veshjet, kur filloj me kriju një veshja më bo prej ideve të mia, normal bazona dikon, ose marr një inspirim dikon, po nuk do me thonë që veshja më marrë dhe më ndryshu. Kryesisht veshjen e bëj komplet originale në diçka timën. Ne kemi edhe këtu prezent disa prej krimeve të juaja, apo ndërgojnë pak a shumë kjo palto është krimi jote edhe sa ka qenë e vështirë i gjithë procesi, pasi që e pash ka një peshë shumë të ranë edhe është goxha vështirë ndoshta për syrin tem me u punu. Paltot janë diçka që unë i pëlqej shumë i bo, sidomos në këtë kohën e dimrit, është diçka që merr kohë dhe lyp shumë për kushtem edhe detaje, se është muna me thonë procesi ma i vështirë për me kriju një veshje, është palto ose setrat, sakot, marrin goxha kohë edhe marrin goxha punë edhe për kushtem që dona me përfundu këtë palto. Cila ka qenë ndoshta pjesa më e vështirë gjatë qepjes, gjatë finalizimit? Pjesa jakave është pjesa më e vështirë për me qep, sepse lyp shumë për kushtem edhe lyp shumë vëmendje gjatë procesit punës. Cili e cilëson krimin më të veçantë tënden që e ke bërë ndonjëherë? Krimi jam ma i veçanti është një jakne që për momentin nuk e kam të ekspozume këto, është një jakne në faqen tem, ku aty mundi me pa, është një lloj manipulimit që mu më ka zgjatë dikon rreth një javë, edhe koleksioni jam që besoj që tash jam të punu për të, kam e qenë lidhje me atë jakne që unë e kam kriju. Bëni edhe krime me porosi ndoshta, apo vetëm ato që i keni në koleksionin e juj, në brandin e juj, apo keni edhe porosi të ndryshme prej klientelës? Për momentin, unë jam duke u marrë vetëm me porosi, thash që më vi një kohë pak me gjatë për unë me lancu brandin tem, gjatë kohës verës, është sezona ku e dim që shumica e klientëve që unë i kam ato kërkojnë fustana solem, ka pas raste ku kam bo edhe vello, edhe po pjesa më e rëndësishme është që secila kliente që bashkëpunon me mu është në fund me dalë e kënaqur. Kjo është ca ku jam, pa marrë. Sa vjeçare keni qenë që kur e keni realizu vellon? Kam qenë moshën 19 vjeçare. Qysh ka qenë për juve mja u besu një punë të tillë, se është dita më e rëndësishme e asaj vajze që don me realizu vellën, edhe si ka qenë për juve ndoshta me menaxhu gjithë atë presion ndoshta? Është një emocion shumë i mirë, po me një anë është edhe një stres, se është dita veçantë edhe në momentin që ato duhen me konë gjithçka perfekte, dona me bu mënyrën ma perfekte të mundshme, po për fat mirë kom punu me detajet edhe me përkushtim shumë të madh edhe secila u ndje e kënaqur. Po është edhe ky problemi që kur të vinë klientët që mu nuk njohin, në momentin e parë që vinë lokal, e lypin ku është shefja ose shefica, edhe unë gjithmonë i tham që unë jam, edhe ato me një anë janë e ka një falloj frike që nuk mund me ma besu mu punën, po e kam pa që punoj shumë edhe e du këtë. Cilat janë planet e juaja për të ardhmen? Për momentin jam duke punu për 2 plane. Plani i parë është besoj që përfundon në maj, është koleksioni jam i parë, ku unë jam të punu shumë, edhe jam shumë emocionume, sepse është krijimi jam edhe koleksioni i parë që kam u prezentu, edhe është një emocion se qysh kam e u prit prej të tjerëve. Po ashtu, plani tjetër është ma gjatë, është një plan dikon besoj brenda 1 ose 2 vite, kam dëshirë me lancu brandin tem, Anita Muje, edhe besoj që në atë kohë kam e pas mundësi që me i përfshi duksat, trenerkat, po kam e pas për 2 lloj gjinit edhe për gjitha moshat. Një mesazh ndoshta për vajzat e reja që janë në këto hapa sikurse ju, ndoshta që kisha mujt me i ndihmu sadopak me një fjalë motivuese? Po, mendoj se cila vajzë është mirë që
punën që ka qef me fillu me u marrë me ta që më herët, jo me lonë për me u bovon, sepse senet që fillojnë më herët janë më të mira, edhe kanë kohë për me u pregadit si janë tash. Faleminderit shumë, unë të falenderoj shumë që ishte pjesë e rubrikës time Influencë. Për mua ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit shikues të dashur të gjithëve për vëmendjen dhe për krahjen që i jepni emisionit të Djela Vlen. Vërtet e vlerësojmë këtë jo vetëm unë, po i gjithë stafi realizues i emisionit. Vazhdoni të jeni kështu të mirë si që jeni duke na shkruar në email adresën tonë, po gjithashtu edhe në rrjetet sociale që jemi prezent në Facebook edhe në Instagram e Djela Vlen Viz ATV. Çdo sugjerim i juaj besomni që klikohet, hapet edhe lexohet gjithashtu. Faleminderit për këtë gjë, do doja që t'ju lëmë tutje me programet e ATV-s dhe ju falenderoj edhe njëherë për vëmendjen. Ne do të shihemi përsëri një të dielën tjetër, një të diel të ftohtë edhe dimri me atmosferë festive, kështu që jemi pothuajse në fund ditëve të fundit të dhjetorit dhe atmosfera sa fillon edhe shtohet, kështu që edhe ne mundohemi që ta mbajmë sa më ngrohtë shtëpit tuaja, kështu që shihemi përsëri të dielën e ardhshme. Miru ta kofshim. Let's sing a song for the broken hearted.